A ban me shku gratë me falë bajramin? Jo, a ban o musliman. Gratë është mirë, shumë mirë me shku me falë bajramin. Është traditë e Rasulit alayhi salam. Bile Rasulullah alayhi salam ka dërgu njerëz me thirr, me thonë hajde me falë bajramin gratë. Do me thonë, gratë është traditë e Rasulit alayhi salam me shku me falë bajramin. Është shumë mirë, është ditë kur gratë në kohët Rasulit alayhi salam kanë dhënë shumë sadaka për musliman. Jep për xhami, për fukara, ku të lypet ditën e bajramit jep sadaka. Kjo është dita kur jepet sadaka. Na kena ndrua, kena qitë natën e kadrit. Nata e kadrit është për me bë dua. Dita e bajramit është për me dhënë sadaka. Ma në men këta, e ka caktu Allah azza wa jalla në cilën ditë. Po na se gjithë, pa e nru nuk e lam, si jem njerëz kem qef vetë me nrejsh dinin. Jo që she kanë nrejsh Allahu. Dita e bajramit është mirë që gratë, ka pas gratë që kanë hjek unazën, kanë hjek vatë të tyne, kanë hjek unazat të tyne, i kanë dhënë sadaka ditën e bajramit në kohët Rasulit alayhi salam. Që ka me ba gratë në bajram? Mo falë, ma zbura, ranisën edhe falin bajramin, e ngojnë ligjeratën. Mirë po ka gratë që i kanë mujore të tyne, a me shku ato edhe ato. E dije që deqme, si në mësuna shqiptarët, po me shumë sene si në mësuna ngohe, veç ngohe edhe praktikohe. Gratë të cilat i kanë mujore të tyne, a ban me shku në bajram, mirë është me shku në bajram, shka në bajram, e qyshe edhe ajo më falë, jo, ajo ullet, në qësh gjamis, ullet, në fund safa, ullet, edhe i ban të këbiret, e ngon ligjeratën, e madhron Allahun azza wa jall, merr pjesën sadaka, merr pjesën në gëzimin e muslimanëve, pse ajo që i ka mujore, ta s'ka drejt më gëzu me muslimana, do me thonë, ajo ban me shku në bajram, vetëm se nuk falet me musliman, e ngon ligjeratën, nuk ka problem, i thot tekbiret në veti, e madhron Allahun azza wa jall, nuk ka problem. Kjo është traditë e mirë e muslimanëve. Tash ka fillu mu praktiku për muslimanëve, begi shpesh, alhamdulillahi rabbil alamin, megjithatë është e re të muslimanët. Ka vende që ka vend për gratë për xhamia sa të dush, mirë po njerëzit nuk shkojnë, gratë nuk e din, burrat nuk e din këta që do të marrë edhe gratë. Është mirë me marrë edhe gratë në për xhamia, për bajram. Është traditë e Rasulit alayhi salam. Kështu që e di që si mësu, e di që nuk është e jona si shqiptarë, se si na mësuna kështu, mirë po këto do të me thy për me praktiku traditën e Rasulit alayhi salam. Ti si nan, ti si motër, nëse ki qef me shku në xhami, thuj burrit tanë, thuj djalit tanë, merrëm me vete. Ti si burr e ki obligim me i kallzu, me thonë, ish mirë me shku me falë bajramin, a don me shku me falë bajramin. Hajde shkojna bashkë e falën bajramin. Kjo është mirësi tek musliman. Këta është mirë me ba musliman, besoj që ke qartë, e lusëm Allahun azza wa jalla me na lehtësu.